Çdo gjë që japim dhe marrim në jetë është interes. Nuk ka, nëse ne bëjmë diçka, mund të themi po është pa interes. Jo, ku japim dhe marrim është interes. Ndoshta ti nuk ke interes sepse për atë çka ti po merr aty thjesht po e paguan ose po bën diçka në atë këmbim. Por ka e palë që ty ndoshta në jetë, në punë, ndodh shpesh ku është kjo konkurenca për të dalë më i miri dhe më i forti. Ajo që doja t'jepja një si tip këshille për gjithë që unë e kam provu dhe vetë në ambientet e mia të punës është jo t'jesh i duruar, por duhet t'jesh i kujdesshëm në fjalët që të thonë të tjerët dhe të bëjnë. Sepse konkurenca është shumë e fortë dhe duhet që njerëzit kërkojnë atë çka ti e ke dhe për ta mbajtur dhe për ta kapur nën meritën e tyre. Por unë jam me mendimin që nëse Zoti e ka shkruar diçka për ty, askush nuk ta merr dhe kam vetëm një këshill për juve. Bëni atë çka ju bën ju të ndiheni mirë. Shikoni interesat tuaj, mos shikoni interesat që kanë tjerët ndaj jush. Gjithmonë shikoni interesat tuaj. Mos bëni atë çka tjerët i bën ndihen mirë. Merrni atë çka ju bën juve të ndiheni vetë të plotësuar. Nëse diçka e doni, luftoni dhe e merrni. Qa thuhet këtu dhe qa thuhet këtu nuk ka rëndësi. E rëndësishme është qa del këtu nga goja juaj. Mos u ngatroni me njëri, le të hanë kokat me njëri tjetrin. Kjo është e rëndësishme. Prandaj, nëse doni për të bërë diçka në jetë, merrni atë çka doni, qoftë në interesin tuaj apo qoftë në dëshirën tuaj. Sepse jo ndonjëherë gjërat janë gjithmonë me dëshirë, ndonjëherë na shtyn edhe interesi. Ju pres në koment.